Mirdita. Së pari, dua të denoncoj me forcën më të madhe mashtrimin, censurën dhe manipulimin që mafja e fjalës së lirë kontrolluar nga qeveria totalisht i bëri raportit më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Mafja e fjalës së lirë, në përputhje me direktivat që mori nga zyra e kryeministrit, nxiu me dhjetra faqe në portale, në gazeta, konsumoj orë të tëra në studio për të mashtruar qytetarët për raportin i barë. Ajo kreu këtë akt të shëmtuar pasi censuroi totalisht raportin e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Është pikërisht ky qëndrim që te i kalon çdo lloj kufiri, ai që më detyron sot në emër të transparencës të paraqes shqiptarëve të vërtetat e raportit i bar 21 maj. Ashtu siç janë miratuar dhe të shpreh falënderim për të gjithë ata të cilët siç do ta shihni e amenduan me 32 amandamente më kryesore për të mos llogaritur dhjetra të tjerë. Të falënderoj Koelar për punën e madhe serioze për të pasqyruar në raportin e tyre realitetin shqiptar ashtu siç është dhe jo realitetin e sheqerosur me lobime korruptive. Unë mund të them se raporti i finalizuar, i paraqitur me 2 shkurt dhe i rishqyrtuar shumë herë, i karakterizuar gjithashtu nga anullimi i konferencës ndërqeveritare, në pozicionet e përbashkëta që paraqet me 21 maj, ka pasqyruar me vërtetësi problematikat madhore të regjimit të Edi Ramës. Dhe se pas këtij raporti, Shqipëria në raport me kriteret standardet e integrimit në Bashkimin Evropian është një vend krejtësisht tjetër. Është fatkeqësi e madhe kur mediat në vend që të marrin anën e qytetarëve,
anën e vendit tyre dhe interesave jetike të vendit tyre qytetarëve tyre, mbajnë anën e kreut të Meduzës, organizatës ti kriminale, duke mashtruar qytetarët për këtë raport. Tani, pikrisht për këtë qëllim, është paraqitur këtu në këtë tabelë. Kjo është matrice, në cilën krahasohet paragraf për paragraf. Paragraf për paragraf. Raporti, siç ishte, siç u paraqit nga komisioni në shkurt të 2026-ës, në raportin siç u miratue nga Koela në maj, në 21 maj të vitit 2026 dhe që u dërguar Koreper Këshillit të Ambasadorëve. Një punë jashtëzakonisht serioze. Si të shifni, është ndërhyrë direkt në strukturën e dokumentit. Nga faqja 1 deri në faqen 5, renditeshin vlerësimet përgjithshme për progresin e Shqipërisë në raport të shkurtit. Kryq, viz, hiqen totalisht, i hequr. Dokumenti i unifikuar fillon direkt me draft pozicion. Seksioni hyrjes i laleve dhe luleve hidhet në kosh. Çfarë është ky sinjal diplomatik? Shumë i fuqishëm. Eliminohet tërësisht narrativa e progresit të Shqipërisë. E kuptoni apo jo? Faqet, 3 faqet mbushura me këtë narrativ. Dhe kalohet direkt në kërkesat ndaj standardeve. Pra, ky është një shërbim i madh. Imagjinoni ju po t'ishin ato se çdo bënin mediat e qeverisë duke manipuluar dhe mashtruar shqiptarët. Heq, asnjë fjalë. Dy. Zgjedhjen bashkiake. Një gjuhë e përgjithshme në faqen 7 ekzistonte në shkurt. Në maj kërkohet zbatim në kohë dhe efektiv në prag të zgjedhjeve të gjitha kërkesave të OSBE-Odirit. Pra, në qoftë se ajo ishte me gjuhë të pambukt, hiqen doreza dhe i përplasën të gjitha Edi Rams. Bëhet presion kohor, pra. I qartë lidhur në zgjedhjet e ardhshme. Nuk është qeveria nuk besohet ma për zgjedhjet.
3. Kapitale. Ndryshimi kapital. E pa imagjinueshme. Nuk ekziston fare asgjë në raportin e shkurtit. I shkruar me lobingje. Çfarë thot raporti i Majit, i Bari i Majit, i ishte i Majit? Shqipëria duhet sigurojë garë të barabartë, sepse nuk ka patur garë të barabartë në zgjedhje. Duke marrë masa kundër keq përdorimit të burimeve shtetërore dhe institucioneve. E thot raporti, nuk ishte një fjalë, e shtuar. Duke marrë masa kundër keq përdorimit të burimeve shtetërore dhe institucioneve dhe institucionale. Dhe më tej godet në mënyrë fatale rrjetet terroristet patronazhistëve. Sigurisht aty nuk përdor fjala terrorist, por ja ku e keni ndikimin e rrjeteve të patronazhimit. Çka do thotë se këto rrjete janë bërë fanzeza në Bashkimin Evropian, në Europë dhe në botë. I keni parasysh ju lavdrimet që u bën Edi Rama terrorizmi elektoral, patronazhizmi dhe krenaristi. Ja ku i ka. Raporti i shkurtit asnjë fjalë. Coelho, erdhi në fact-finding mission në Shqipëri. Ai vjen periodikisht, që është vërtet, nuk është se nuk mund të them se ky ishte nisë me opozicë ardhje aty. Jo. Erdhi i pa gjëra në vend dhe shtoi para antifarsën elektorale në masat antifarsë. Dhe kjo është herë e parë që Bashkimi Evropian emron rrjetet patronazhimit. Kritik e drejt për drejt ndaj Edi Ramës dhe qeverisë së tij dhe terroristëve elektoral antarë të këtyre rrjeteve. Koha e konsultimit legislativ, e procesit legislativ. Raporti shkurtit kërkon konsolidim në rolin të parlamentit. Ju e keni parasysh se si këta në një ditë caktuar miratuan brenda një çerekore 21 ligje në turpin më të madh të tyre. Çfarë thot raporti 21 maj? Shqipëria duhet, parafrimi me aki kërkon një proces të plot, me kohë të mjaftueshme për konsultime substanciale. Pra, Niko Peleshi del kryetari i më qesharak i parlamentit në Europë. Kryetari kukull i një parlamenti në Europë që votonte ligjet e kërkuar nga Bashkimi Evropian pa debat, pa kontroll, pa asgjë. Ja pra. Rekomandimi pra është forcur shumë në faqe 4-5. Në rrafshin politik kemi një kritik të qartë
ndaj një natimit të nxitur të ligjeve, pa konsultim para praka. A e dini ju që këta nuk nxjerrin mend. Këta përsëri sollën pa të ditësh amandamente për rregulloren ku kërkonin që ligjet për Bashkimin Evropian që kërkohen nga Bashkimi Evropian të miratohen me procedurë të përshpejtuar. Sigurisht që ne e hodhëm poshtë atë dhe nuk pranuam. Komitetit ndërpartiak për reformën territoriale, asnjë fjalë raport në shkurtit. Tani nuk ka më. Ka një vend veçantë në raportin e majit. Është shtuar çka dëshmon angazhimin dhe interesin e Bashkimit Evropian në rrjedhësimin e këtij institucioni për rëndësinë e reformës territoriale. A nuk është ky pra një ndryshim si nata me ditën i shtuar? Autonomia vendore. Edhe këtu është një fushë ku Edi Rama goditet në mënyrën më të rëndë. Për fatkeqësinë e tij, raporti i shkurtit nuk thot, nuk e përmend fare. Nuk e përmend problemet. Çfarë thot raporti i majit? Çfarë paralajmërimi të fortë jep? Të ruajmë ndarjen e përgjegjësive ndërmjet niveleve qendrore dhe vendore të qeverisjes. Përfshi autonominë e qeverisjes vendore. Këtu i shtur, nuk ka ekzistuar. Këtu Bashkimi Evropian shpreh, denoncon dhunimin e kushtetutës nga Edi Rama, që ka marrë çdo kompetencë të qeverisë vendore, përfshi dhe lehet për ndërtesa 2 kafshë apo 3 kafshë kudo që ndërtohen. Vetëm e vetëm që të marrë gjobën. Se është i çmendur pas gjobave mbi sipërfaqet e ndërtimit. Është shtuar pra. Pra, fakti që e shtrojnë tregon se janë të informuar për hipercentralizimin që bën Edi Rama dhe dhunimin e kushtetutës. Me kushtetut ka autonomi qeveria vendore. Tjetër, tani çoj pak vazhdo. Strategjia e drejtësisë 2024-30, raporti i shkurtit nuk e përmend fare. Raporti i majit, 21 maj, kërkon të konsolidojë zbatimin e reformave nëpërmjet strategjisë së rishikuar të drejtësisë 2024-30. Është shtuar pra. Dhe në këtë mënyrë dokumenti specifik strategjik bëhet referencë kushtëzimi për monitorim. Ja pra, se çfarë i fshehin mediat e qeverisë qytetarëve shqiptarë, çfarë ju shprehin. Tani është, se jemi pak të kapitulli drejtësisë, SPAK dhe sulmet politike të nivelit lartë. Raporti i shkurtit nxit Shqipërinë
të adresoj efektivisht por pjekët e zyrtarëve apo politikanëve për ushtrim ndikimit të padrejtë. Pra, edhe në shkurt, është paraqitur se raporti i shkurtit është paraqitur nga komisioni në Koela. Koela është grupi i punës i ngritur nga përfaqësues, diplomat dhe ekspert të 27 vendeve anëtare dhe që varet nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, jo nga Komisioni Evropian. Por, kjo është një praktik e vendosur vit të fundit për vlerësimin e ecurisë së procesit integrimit të vendeve që aspirojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Kurse në maj, pasi Edi Rama ka rrethuar gjykatën dhe Spakun me bandit zyrtar, pasi ka sulmuar në mënyrën më të egër Spak dhe gjykata për në bitë Ballukun e tjerë, shtojnë Bashkimi Evropian shpreh keqardhje dhe nxit adresim, nuk ishte keqardhje këtë, dhe nxit adresim në përpjekje të shtuara dhe shqetësuese të zyrtarëve apo politikanëve, përfshin nivele të larta, duke përfshin strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Spak. Pra është forcuar shumë më tepër. 4 përshkallëzime vjen në këtë paragraf. Keqardhje nuk ishte. Të shtuara dhe shqetësuar nuk ishte. Nivele të larta nuk ishte. Spak përmendet në mënyrë eksplicite. Pra kemi të bëjmë me gjuhën më tashpër të dokumentit. Dhe këtë ja fshet mediat. Standardet e vetimut qëndrueshmëria thekson hapat drejt standardeve të vetimut. Në shkurt, thekson hapat drejt standardeve të vetimut. Në maj shtohet, thekson nevojën për Shqipërinë të ruajë dhe të mbajë standarde në mënyrë të qëndrueshme, sepse është konstatuar që po i shkelmojnë, po i respektojnë dhe po dalin shumë gjëra të zeza mbi ujë. Qëndrueshmëria e rezultateve të vetimut bëhet kërkesë eksplicite, por gjigje ndaj shqetësimeve mbi regres për vetimin. Imagjinoni ju si mund të bëj vetim Altin Troplini. Më thoni ju mua. A e pat ju? Ajo është për Troplini. A e pat se si kishte mashtruar ai? Kishte paraqitur në vetim deklaratën e firmosur nga noteri të prindve të bashkëshortës së tij, se vila ku banon, vila trekatëshe ku banon Altin Troplini, është ndërtuar në një kohë kur ai nuk ishte fejuar me alketën, vajzën e tyre. Në një kohë kur dokumentat e shtetit faktonin se në atë periudhë që pretendonin familja Troplin, familja e Altin Troplinit, familjarët, ajo ka qenë tokë arë pa asnjë tull. E kuptoni ju se si dhe ky tani bëhet kryevetor.